طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, jemi tek libri Ibn Qayyim al-Jawziyës rahimahullahu ta'ala, edhe kemi arritur tek smundjet ngjitse. Tema e sotshme është mbrojtja nga smundjet ngjitse. Si mu mbrojt nga smundjet ngjitse? A ka smundje ngjitse apo nuk ka smundje ngjitse? Sepse ka pas disa prej njerëzve të cilët kanë thonë se hadithet njëna me tjetrin bien kundërshtim. Në një hadith thuhet mos me kontaktu me të sëmurin që ka smundje ngjitse, ndërsa hadithi tjetër thot nuk ka smundje ngjitse. Si me I bashku këto dy hadithe edhe marrë në përfundim me një koment që e kanë dhënë dietarët rahimahumullahu ta'ala. Muslimi sjell hadithin e Jabir ibn Abdullahit radhiyallahu anhu, I cili tregon se në delegacionin nga Thekifi ishte I sëmur një njeri me lebros. Ka qenë një smundje ngjitse, edhe thot që kishte ardhur për m'ia dhënë besën pejgamberit alayhisalatu wassalam. M'ia dhënë besën pejgamberit alayhisalatu wassalam. Por pejgamberi alayhisalatu wassalam e dërgoi dikë tek ai për t'i përcjell, edhe I tha mund të largohesh se e pranuam besën tënde. Që I bie nuk ja dha dorën. Nuk kontaktoi me to. Pse shtrohet pyetja nuk kontaktoi? Sepse ky e kishte një smundje që quhet si smundje infektive apo smundje ngjitse. Njëjta gjë për shembull ka ndodhur edhe tek ne, thoshin mjekët mos me dhon dorën, apo? Domethënë shikoni ka bazë kjo tek suneti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Buhariu në sahihun e tij sjell një hadith nga Abu Huraira, jo me senet të plot, se pejgamberi sa ka thënë: largoje thot nga lebra apo thot vrapo, ik prej lebrës thot, sikur se vrapon për t'u larguar nga luani. Qysh ik prej luanit, qashtu largohet thot prej kësaj smundjes. Sepse është smundje rrezikshme, është shumë virulente, domethënë shumë përhapse. Buhariu po ashtu në sahihun e tij sjell një hadith të përcjell nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thënë: njeriu I shëndetshëm nuk duhet t'i afrohet atij që është I prekur nga një smundje ngjitse. Zbon një afru personit që ka smundje ngjitse, për cilët gjithashtu se pejgamberi sa ka thënë, të sëmurrit me lebros, foli një ose dy shtiza larg, domethënë foli, mirë po mos ju afro. Kështu ka paralajmëruar Muhamedi alayhisalatu wassalam për me ruajt vetveten nga smundjet e ndryshme. Lebra është një smundje ngjitse që shkaktohet nga grumbullimi I vrerit të zinë të gjithë trupin, I cili atjetërson temperamentin dhe formën e organeve. Po ashtu, thot lebra është quajtur edhe smundje e luanit, për 3 gjëra, për 3 do thot arsye. E para thot, zakonisht I prek luanët apo kafshët e egra. Shembull për koronën kanë thonë që mas pari është për hap të kafshët. Pastaj nga kafshët e kanë marrë edhe njerëzit. Apo të lakurisht, bravo, të lakurisht e natës. Pastaj e kanë marrë edhe njerëzit. E dyta thot, ajo e rrudh fytyrën e të smurit dhe I jep një pamje si të luanit, thot, kur ta kap me qëtë smundje. Dhe thot, lebra është aq nxitse, aq thot ngjitse dhe aq thot intenzive, sa që e glabron thot viktimin e saj. E glabron me njëherë. Edhe thot, ashtu sikur luani e glabron prejnë e tij. Më thonë, kur ta sulmon prejnë e tij, qashtu të glabron kjo smundje. Lebra është smundje infektuese dhe ai që afrohet leprozis shqetësohet nga duhma e rëndë e tij. Domethënë ka një erë të rëndë, personi që e lëshon smundjen që e kap smundja personin e tillë, e lëshon një erë shumë të rëndë që s'mush me e bajt. Dhe për atë arsye është mirë mu largu. Ndonjëherë vetëm frika ndikujt ndaj një smundje mund të ndihmoj që smundja ta prek realisht atë person. Shiko, subhanallah, Ibn Qayyim al-Jawziyyu para sa shekujve po e trajton çështjen e frikës
që ka lidhshmëri me smundjen. Aleikum salatullah barakatuh. Shtrohet pyetja pse. Domethënë ti po friksohesh nga ana e stresit tënd, frikës tënde, ti po mundesh mu smu. Këto thot Ibn Kaimi para sa shekujve. Shiko shkenca shka thot. Po thot ka lidhshmëri të mundshme midis frikës së tepër ndaj një smundje ngjitse dhe dobësimit të sistemit imunitar. Pse? Domethënë nëse ti tutesh shumë nga një smundje caktuar, automatikisht sistemi imunitar bjerë. Kur bjerë sistemi imunitar, ja qel rrugën virusit me ndikuti shumë lehtë. Thot që mund ta bëjë njeriu më të ndjeshëm ndaj infektimit. Kjo është një çështje studiuar në psikoneuroimunologji, disiplinë që lidh mendjen, trurin dhe sistemin imunitar. Si ndikon frika? Thot frika intenzive e aktivizon sistemin nervor simpatik, luftose ik. Ata që kanë studiuar psikologjin, neuropsikiatrin, mjekësin i din këto. Kjo shkakton një rritje të hormonit kortizol. Domthonë që kjo frika ti që e ke ndaj smundjes tash, që kjo të nxit, mu rrit çaj hormoni kortizol. Bukur. Kortizoli në nivel të lartë ul funksionin imunitar. Ta ul imunitetin. Nuk lën mu taju ato qelizat që e luftojnë virusin. Domethënë çka? Qelizat T edhe në K që luftojnë viruset. Frika dhe përqendrimi i vazhdueshëm i smundjes mund të çojë në një gjendje psikosomatike ku trupi përjeton simptoma reale. Shembull i studimës, thot American Psychological Association, thot ka treguar se stresi kronik dëmton mbrojtjen natyrore të trupit ndaj viruseve, dhe thot në studimin e vitit 1991 nga Dr. Sheldon, Cohen zbuloi se njerëzit në stres të lartë kishin më shumti gjasa të infektoheshin prej smundjeve. Mas shumti. Faktor ndikimi frika intenzive rrit kortizolin, kortizoli i lartë ul sistemin imunitar, e kështu me radhë, domethënë shikoni prej frikës po ndikoj ka shumë shpejt, domethënë është prej faktorëve të rrezikshëm që mundet mu ndiku që ti mu smu. A i ke bën njerëz që thonë s'lodhna une, hiç. A e kam Allah në mbi 7 palqie, hiç takohet me njerëz si bjerë smundja. E ka mbështetën tek Allah, ata që s'besojnë zotët vetbesimin, apo ta vetbesim s'bëm i thonë, thonë e ka mbështetën tek Allahu, edhe shumë i qëndrueshëm është ndaj viruseve të ndryshme. Mirë, por në momenti kur ti tankon e çon kohën, e çon mendjen, e çon ti, automatikisht tajohet që ky kortizoli pastaj nuk e lejon mu taju apo mu paraqit ato qelizat që i mbysin këto viruse dhe ti shumë lehtë pastaj veç infektohesh. Qysh lidhen senet, subhanallah. Pastaj thot Tirmidhiu sjell prej Xhabir ibn Abdullahit rrëfimin se një herë pejgamberi sa duke kapur për dorë një burr të sëmur me lepër, e futi dorën e të sëmurit në enën me ushqim dhe i tha: "Çfarë tash? Kjo po bën kundërshtim të parën, apo?" E kapi thot dorën që e kishte smundjen. Ndërsa nënën tjetër nuk e pranoi delegacionin që i erdh mu taku, apo? Thot çfarë? Enën me ushqim dhe i tha: "Ha, duke thënë bismillah, me besim të plot në Allahun dhe duke u mbështetur plotësisht atij." Këtë episod e shënon Ibn Majah. Disa thonë që të tilla hadithe dhe hadithe të tjera, për shembull, janë shfuqizuar, sepse Muhamedi s.a.s. ka thënë nuk ka smundje ngjitëse. Dhe thot as shenja ogurzeze. Tash, kur i kanë marrë dy hadithet, hadithin e parë që thot mos mu taku, s'është taku Muhamedi a.s. mos shkoni me një vend ku ka smundje virale. Hadithin tjetër thot nuk ka smundje ngjitëse, në pamjen e jashtme. A pi bjerë kjo kundërshtuese? Kështu pi bjerë në pamjen e jashtme. Me një anë po të thot mos u tako, apo largoju, në anën tjetër po s'ka smundje ngjitëse. Po bukur, nëse s'ka smundje ngjitëse, atë ç'ka problemi në mu taku? Qysh mi bashku këto? Me një anë, pejgamberi sa s'po takohet me delegacion besatimin që kanë orë mja dhonë, dhe në anën tjetër pja kop dorën smutit edhe pi thot ha para vetës, dhe thuj bismillah. Si baca Ismet, kërëm konën në smut, erdhë po më përqafon. Unë me koronish. E unë isha për tokë e krejtë ma, e din këj vetë më ka pa. Unë pi thonë baca se nuk e disha akoma se kom, se pa ta boha testin. Pi thonë baca Ismet, mos e buva ki me pas ti e plak. A, dhe tha heq.
Po, Melekul Maut. Ibn Kutejbe në librin e tij Ikhtilaful Hadith, kur flet për armiqtë e hadithit, shkruan, ata thonë, këto hadithe janë kundërshtim me njëri tjetrin. Për njerë, kur kanë qef me kundërshtu hadithet, i marrin çështut hadithet me fut dyshime tek njerëzit, edhe i kundërveprojnë, apo do të thonë i kundërshtojnë njëra me tjetrin, për më thonë çfarë shohësh. Apo bin njëri tjetrin kundërshtim. Çfarë i besoni ju haditheve? Ju deklaroni se pejgamberi sa ka thonë që nuk ka smundje ngjitse. E në rastin tjetër ka thonë zgjebja në fillim prek buzët e deves, pastaj devet e tjera i kap lepra, e ai është përgjigjur po të parën kush e smuri. Thot ju po ashtu tregoni hadithe, njeriu i shëndetshëm nuk duhet t'i afrohet e as prekur nga një smundje ngjitse atij që është prekur, vrapo, largoju, domethënë nga lepra sikur largohesh nga luani e gjëra të tilla, po ashtu mund të largohesh se e pranuan besën tënde, nuk ja dha dorën, apo siç e tham. Bukur. Disa të tjerë thonë se pejgamberi alayhi salam vetëm sa këshilloi që të kihet kujdes nga të smurit me lepër, por përsëri është e lejuar që të ulesh e të hash me ta, ashtu siç bëri vetë pejgamberi alayhi salam. Këtu pastaj Ibn Kaimi e cek dhe thot: ata të cilët e kanë imanin e dopt, nuk e kanë mbështetjen e fuqishme, është më mirë mu largu. Mos mu taku, mos me nejt me ta. Ata që tutën edhe nuk e kanë mbështetjen e fuqishme, është më mirë mi marr sebepet. Ata që e kanë mbështetjen e fuqishme nuk ka problem për ta. Nuk ka problem për ta. Sa ai çdo send e lidh me caktimin e Allahut. Edhe si bëhet vonë. E sidomos kjo duhet të jetë tek mjekt apo tek personeli mjekësor, se tankon është me pacienta ai. Është problem vëllai, është problem kur jeni mesin e pacientave tankon, më kon si robot mi mshil krejt trupin apo kupton. Nxehti i madh virus. Mbas një shok për ne në gjema, për ne në spital për ne bashkë në kohën e koronës, unë pa të një foto si në film. U do ke krejt, u pa mush këtë di qëtu, ato pelerinë, ato senet krejt, me maska, me senet krejt. Tankon me nejtë është të torti, shumë problemati. E për ta i themi që mbështet ju fuqishëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Të tjerët mendojnë se këto hadithe përmbajnë urdhra që u drejtojnë njerëzve të veçantë. Disa njerëz për shembull kanë një besim dhe mbështetje aq të fortë sa që kjo i mbron nga smundjet ngjitse. Thot pikërisht thot, por disa njerëz të tjerë nuk kanë besim aq të fortë dhe pejgamberi sa urdhroi thot çka? Që të jenë të kujdesshëm. Të jenë të kujdesshëm dhe ti marrin këto sebepe që i ka leju Allahu subhanahu wa taala. Njëjta gjë vllaznia është edhe me rukje për shembull. Një person, pejgamberi sa çka ka thonë, kanë me 70.000 njerëz në xhenet pa dhënë llogari nëse të tillët nuk bëjnë rukje. Kjo sebeb. Po a lejohet me bë rukje? Po lejohet, nuk ka ndalesë. Po nëse e bën, nëse i mbështetesh Allahut, e ki normalisht xhenetin inshallah taala. Pastaj thot disa njerëz deklarojnë se urdhri për të larguar me nxitim prej leprozit shërben thot si parandalimi i epidemisë që përhapet nëpërmjet plekjes me të sëmurin ose nëpërmjet nuhatjes së erës së rënd kur flitet për qëndrime të tezë zgjatura pranë tij. Dhe këtu Ibn Kaimi e cek thot, një takim i shpejt blic nuk është sikur takimi që rish tankon. Kjo që rish tankon është më e rrezikshme se sa një takim që është dhe më thonë, i shpejt. Edhe mos harroni shkencëtarët mjek që i trajtojnë çështjet e viruseve, virusi vllazni kur del për jashtë nuk e ka komoditetin me qëndru i gjallë, po themi, sikur në organizëm. Vendi i virusit, ku forcohet virusi, ku ushqehet virusi është organizmi i njeriut. Nuk është jashtë. Jashtë nuk e ka ambientin e posaçëm veçantë për me qëndru gjatë. Çfarë thëshin për shembull, nëse virusi del prej trupit apo prej kafshës apo ku e diun për shembull me një vend caktuar qëndron 5 minuta, 10 minuta, 2 minuta, 1 minuta. Nëse çuçi kanë bërë ato studimet tash saktësisht me minuta nuk e di, po pak thot qëndron. Nëse për një moment ti ke qenë infektuar, e ki prek, për një herë e ki prek, ka mundësi më ardh. Po prap ka mundësi se ky virus e ka një far procesi të udhëtimit derisa të vjen në trup. Ka një farë procesi, në dorë. Pi dorës ti duhet me prej këto.
Mas pari barierën mas pari është lëkura. Pi lëkurës janë porët. Pastaj i ki cilit, këto qimet i ki. Këto këtë janë bariera. Do më thotë 2-3 bariera ti duhet me kalu për me një organizëm. Këtë janë këto bariera Allah që i ka bo për njeriu mërë me të mbrojt për mikrobeve të jashtme. Po që hini? Lëkurën e kaloj, këtu i kaloj, edhe hini, halos ka hinë gjak. Momenti kur hinë trup që tu, për njëherë e ki të aktivizum, realisht në gjak, për njëherë e ki të aktivizum ti leukocitet. Që i zate bordat gjakut, për njëherë e ki. Halo është në funksione, halo nuk shkakton ty smundje. Se inkubacioni është periudha hyrjes së mikrobit në organizëm dhe shfaqja e simptomeve. Inkubacioni edhe njerë monën ment. Arben, inkubacion quhet periudha kur hyn virusi, mikrobi, bakteria në organizëm derisa të paraqitet simptomi i parë i smundjes, që kjo periudhë, që kjo kohë quhet inkubacion. A është e qartë? Shkove ti dikon, edhe njoni e pat gripin, edhe mas 2 ore u ktheve në Prizren, në kapi gripi që vëllaj, s'ka shancë. S'ka shancë, vëllaj. Nuk mundet më koni inkubacioni për 1 orë, 2 orë. Se e ka një procesaj. Derisa ti në gjak, derisa ta paraqet ty simptomin, du të me kalu pak. Kjo veç vezvese. Se dikush që thot vëllaj të shtiu dikush, edhe që ato, dhe më thonë, pështyma e ti, e poshtë që më fut në gojën tema, kur të vjen shpi, thot u smuna. Allah, së është qështu të bashkë për njerë. Dhe ka dole, e ka një procesat. Pastaj thot, disa njerëz deklarojnë se urdhri për t'u larguar me nxitim prej leprozit shërben si parandalimi i epidemisë për hapet nëpërmjet si shtampo, kur flitet për qëndrime të tezë gjatura. Ndërsa nga vizitat e shkurtra, thot nuk ka ndonjë gjë të keqe, pasi nuk ka gjasa të infektohesh prej kontakteve të shpejta. Shpejt, blica, po, pejgamberi sa ndaloi qëndrimet e gjata me të sëmurët. Do ndaloj qëndrimet e gjata me të sëmurët. Një palë tjetër thot që personi me lebër pranë të cilët ul dhe hëngri pejgamberi alayhis salam do të vuante nga një formë lehtë kësaj smundje, për atë arsye dhe Muhamedi alayhis salam ja kapi dorën edhe i tha ha para vetës. Sipas një tjetër shpjegimi, përpara Islamit njerëzit besonin se smundjet përhapen vetvetiu. Për atë arsye dhe Muhamedi alayhis salam tha s'ka smundje ngjitse. Domethënë bindja ishte që në mënyrë automatike, apo në formë automatike, prej personit person për njerë shkon, bartët smundja, kështu s'ka mundësi. Kështu s'bën me besu muslimani. Në mënyrë të pavarur. Nuk lejohet me thonë. Lejohet me thonë që Allahu e lejon mu bartë smundja tek personi. Pastaj, vllazni, a do të thotë që nëse virusi prej personit në person shkon, a do të thotë që shkakton smundja? Jo, se i kemi ato barierat na, apo? Jo, domosdoshmërisht i bie virusi që vjen te ti me të shkaktu smundje. Për të virusin na kemi. Te dikush smuhet, dikush nuk smuhet. Varet për imunitetit, varet lëkura, varet, domethënë këtu që i ki ciljet, këto qimet, pastaj imuniteti, leukocite, këto sene janë që e ki barierën e fuqishme që sfutet në organizëm. Mirë po, në bazë të atyve i bie që në mënyrë automatike me njerë, pi personin person shkon në mënyrë të pavarur, shkon smundja dhe kjo nuk lejohet me besu kështu. Pa lejen Allah nuk ndodh asgjë. As në qiell, as në tokë. Pastaj thot, pa e lidhur këtë çështje funden krye me fuqinë dhe vullnetin e Allahut. Kështu pejgamberi sa me hodhi poshtë këtë besim të tyre dhe hëngri bashk me një leproz, me një person që kishte leproz. Më u kallëzu që në mënyrë automatike nuk vjen smundja te ona. Ndërsa në anën tjetër, po ashtu i ka këshillu sahabët që mos të shkojnë te vendi ku është me leproz, apo nga ana tjetër pejgamberi sa i ndaloi muslimanët që të afrohen me të sëmurët. Ndalimi i pejgamberit alayhis salam tani nga mjekimi me gjëra që Allah i ka bë haram. A ka gjëra vllazni që Allah i ka bë haram dhe muslimanët i përdorin për shërim, për kurim? Ka. Çka për shembull? Në për? Dezinfektimi lejohet.
Nuk ka ndalesë. Se nuk ka në mënyrë direkte, alkooli aty nuk ka në mënyrë direkte për kurimin e smundjes. Ajo është për dezinfektim që, do më thonë, avullohet ajo, edhe është alkool etilik. Për cilën? Që ajo nuk lejohet. Po alkooli nëse është një ilaç, kështu që bëhet me kimikate me këto? Ajo lejohet sepse e humb të qenurit alkool. Ajo nuk është haram, se unë mendova që. Për shembull uflla, vëllazi, është një lloj ufllës që musliman s'bën me bë, mirë po ty të lejohet me pi. Sepse kalon prej gjendjes në gjendje, prej gjendjes në gjendje. Gjendja e parë është çka, rushja, molla, kush pi çka i bëhet po. Po, prej mollës në fillim, kur fermentohet, ajo bëhet një herë degse. Me kalimin e kohës, pas që saj degje, kalon në ufull që nuk është degje. A, për kuptani? Muslimani këto s'lejohet me bo, po lejohet me pi. Edhe lejohet me bo tregtime ta. Po jo ti me bo. Sepse kur ta bon, do mos do t'i kime bo njerë pi e degse atëre. Atëre merë haramin. E bon qafiri, ty ta shet nuk ka problem. Mirë po qysh bëhet fermentimi, e kemi mësuar në biologji? Bëhet me mikrobe, subhanallah. Allahu ka qu mikrobet posaçme që e bën fermentimin e këtyre gjërave. Subhanallah, janë mikrobe të i han, po mikrobe që nuk dëmtojnë. Çish bëhet kosi? Për mikrobeve. E nëse lihet shumë, prishet, apo kupton? Me po këti mikrobeve. Edhe jo rastësisht ulemaja e thonë, apo dhe pejgamberi sa që në mbi 3 ditë me lon rrushin, apo do më thonë këto që janë kom përpara ato edhe sot edhe shirën si, për mi 3 ditë nëse lihet në vend të nxehtë, ajo bëhet degse. Ajo bëhet degse dhe nuk lejohet, nuk e lejnë ulemaja me pije ata. Për shkak duhet me pas kujdes, për kujt e marrish atë shirën, sepse mund më bë pije degse. Ebu Davudi sjell në synenin e tij rrëfimin e Ebu Dardas se pejgamberi sa ka thënë Allahu i lartësuar ka zbritur smundjen dhe ilaçin. Për çdo smundje ka krijuar ilaçin e saj. Pra mjekoni për mos përdorni gjëra që janë haram. Që kjo vllazni muslimanit besimtarit i jep kurajo që kur t'i vjen një smundje e din që i ka ilaçin e vet. Edhe nuk mërzitet. E din që 100% ka ilaç për atë smundje. Kur ta fokuson ti në kokë, atër hulumton me gjetë. E gjetë e dikush apo nuk e gjetë e rëndësishme, ka ilaç. Deri dje, për tuberkulozin, para 100 vjetë s'ka pas ilaç. Veremi që i kanë thonë. Mirë po tash ka. Tash o smundje e zotnive, i thënë. Bashkështu, smundje e zotnive, i thënë. Tuberkuloza, me pak ilaçe, iqet. Të disa. E pedini që shka dal penicilina që më vëllëzu ma herët? Allah subhanahu wa taala e ka caktu që Alexander Flemingu ka qenë laborator. Po, myku i ka pos me një qese, ka pos bakterin, virusin, që ka pos atë mikrobin e ka pos, edhe e kalon. Tu hulumtu, tu këqyr, kush e mbyt atë mikroba në ikni, edhe e kalon të hapur. Hajtë se du të këthejna ma vona nesër, ku e dione, kur peshen nesër, po vjen mikrobi është shkatru. Që u shkatru ka, kur e ka pa prej lartit, ka zbrit por qka myku. Myku e ka mbyt mikrobin. Qatë myk e ka marë, e ka sintetizu, e ka bo penicillin me pluhun, sot e marim, sot asaj dite i marim gjithmonat prej të antibiotik. A peshe ku e ka që Allah zëgjel shërimin i lachin? Dhe më thonë, për shto smundje ki ilaç. Për shto smundje. E rëndësishme është me gjithë. Kjo të bën ty si shkencëtar musliman me hulumtu. Me këqyrë, tangon. Me hulumtu edhe me gjithë ilaçin. Mu bo për njerëzve që dhe më thonë, që zbulon. Apo jo me shpik, po zbulon ilaçe. Dërsa Imam Buhariu në rrëfimin e Ibn Mesudit thot, me të vërtet Allahu i lartësuar nuk e ka bërë ilaçen në diçka që ju a ka bërë haram. Po ashtu në Sunen është hadithi e Ebu Hurajrës, thot pejgamberi sa ka ndaluar përdorimin e gjërave të pista për të kuruar. Për shembull, çështjen e gurve në veshka, gurve të vegjël, zallit, ku e diune. Çfarë thënë me pi bira, thënë me pi bira. Mirë dhe pi bira, po mos pi me alkool.
A ti nxjerr po, ti nxjerr gurt, se e nxit urinimin e nxit. Ku ta nxit urinimin dalin. Ki domethën djegësim të madh, mirë po, me haram. Jo me haram. Çat 5% që heke. Merë një birë zero, alhamdulillah, sot kanë dalë birat zero që janë, e ki ujnë prollon, e ki uvin qaj, e ki qaj brusnica, këtë të sene janë që ndihmojnë që ti me dalë. Nëse është gurri i madhë, është problem se ta mbyll kanalin. është problem, është rrezik ajo pastaj. Do të me hinë operacion? Me laser ose në klasike që bëhet prerje, apo kupton, që e hekin kurrin. Sa ju në muslimit shënohet se Tarik ibn Suwaid el-Gjufi e pyti profetin a.s. për pijet dekse dhe a i ndaloj nga ato dhe nga prodhimi i tyre. Pastaj a i tha profetit a.s. Po unë e prodhoj thjesht për mjekim. Atëherë pejgamberi s.a.s. i tha, a i kurse si nuk është ilaç, ajo është smundje, tha. Ajo është smundje. Mendon që me një anë të çnosh, po në anën tjetër ki me pas smundje. Sepse dhe Allah ka potencu në Kur'an për alkoolin që ka një pjesë të dobisë. Ka një pjesë të dobisë, por se shumica është qysh? Ma shumë ka dome, ma shumë ka dome. E dëmton njeriu. Pikën e parë që e dëmton mëlçinë e dëmton. Mëlçia vllazni është laboratori i organizmit. Kret helmet e organizmit. Çaty shkojnë. Kur qosh mëngjes, del urinimi që e bën urinimin, kret që ato të këqijat apo që ato helmet dalin nëpërmjet urinimit. Nëse flan mirë, e menaxhon mirë gjumin gjatë natës, punon mëlçia vet, gjitha ato i filtron ato helmet dhe në mëngjes kur ngitesh për namaz sabahut, del në WC krejt dalin, do thotë ato helmet që i thith, i hek mëlçia dhe për atë arsye duhet me rujt shumë mëlçin. Dhe për me rujt mëlçin apo për me pastru mëlçin është hira. Hira është speciale për mëlçin. Hira. Po, hira që është hira e djathit e gjizës, po e kosit e sen. Hira, sepse ka shumë proteina, ka kalcium, ka mineralet, ka dhe më thonë këto gjërat që janë, i ka dhe kjo ndihmon shumë në pastrimin e mëlçisë. Shumica e smundjeve në organizëm rrjedhin nga mos pastrimi i mirë i mëlçisë. Po pastrove mirë mëlçin, i ki punë të mirë. Po se pastrove, që aty më lidhen dhe thët ato helmet dhe shkaktojnë njeriut dome në trup. Në Sunen shënohet se pejgamberi sa është pyetur rreth alkoolit që përdoret për kurim dhe ai ka thënë ai është smundje dhe jo ilaç. Sa hyn e muslimit është ky rrëfimi Tarik ibn Suwaid al-Hadramit, rahimahullahu ta'ala, unë i thash o pejgamber, në tokat tona ne kultivojmë thotë rrush, thotë të cilët e shtrydhim dhe e pim verë. Ai tha jo mos e bën kët. Pastaj i thash, me këtë pije ne i kurojmë të sëmurrit tan. Ai më tha, në të vërtetë ajo nuk është ilaç, por është smundje. Ka plot që bëjnë apo me alkool që i bëjnë. I qesin, domethënë, edhe shtesa tjera, edhe i shesin, apo si ilaç. Në Sunenin Nesaiut tregohet në pranit pejgamberit alayhis salam një mjek përmendi thot përdorimin e bretkosës për të bërë ilaç. Bretkoca. Edhe thot pejgamberi sa e ndaloi atë nga vrasja e bretkosave për atë qëllim. E ndaloi. Është përmendur se pejgamberi sa ka thënë mos e shëroft thot Allahu atë që kërkon shërim nëpërmjet pijeve dekse, ka bë dua. Mos e shëroft Allahu ato që përdor alkohol për mu shnosh. Ti mendon që je shnosh po të kris diku tjetër. Nuk është logjike që ne ti përdorim këto substanca me qëllim kurimin, edhe nëse mund të duken se kanë ndonjë efekt të smundja, ato shkaktojnë smundje edhe më të rënda të zemrës, sepse ato janë të papastërta e kështu me radhë. Kështu Hipokrati duke folur për smundjet e rënda, thot alkooli ka efekt negativ për trunin. E dëmton trunin. Sepse ai shkon menjëherë në trup bashkë me disa substanca të tjera të dëmshme që përmban trupi dhe duke dëmtuar keq trurin. Ndërsa autori i librit El Kamil shkruan e veçanta e pijeve dekse është se ato dëmtojnë trurin dhe sistemin nervor. Si dëmtohet sistemi nervor është problem, më dëmtu qelizat nervore nuk regenerohen, e dini vllazni që krejt qelizat në organizëm rigenerohen, ripërtrihen. Preje që to, ngjitet, ripërtrihet kjo. Veç qelizat nervore nuk ripërtrihen, nuk regenerohen. Po prishen, ka me miliona qeliza, po një qeliz me bu mu prish nuk regenerohet më dhe njerë. Për shembull,
goditje. Me një goditje a di sa milion qeliza shkatërron. Atë arsye boksin ta ka ndalu Muhamedi sallallahu me godit në fytyrë njeriu. Sot shkenca vërteton se një goditje me grusht ti dëmton sa qeliza nervore. Dhe kur ti dëmton ti qelizat nervore, atëherë kemi pas probleme në të ardhmen. Pastaj kemi ilaçet e palejueshme janë dy llojesh. Ilaçet që janë të pështira, të cilët natyra njeriu i ndjen si të pështira, si të tilla ato nuk ndihmojnë as pak në largimin e sëmundjes, siç janë helmet e ndryshme, mishi i gjarprinjve. Ka, ku e diuna me ndaj vend caktuar të na nuk përdoret, me thonë që për ndaj sëmundje, mishi i gjarprinjve, pislliqet e tjera, këto janë të rënda për zemrën dhe për barkun e kështu me radhë. Sa më i fortë jetë besimi i robit aq më tepër e urren haramin. Subhanallah, për dini rastin, Shekhu Thejmini i kanë thonë që filan ilaçin duhet me përdor, mirë, po i kanë thonë që t'bjerë mjekra. Shkaku i kësaj se ka pranu, edhe pse sheriatikisht nuk ndalohet. Nuk ndalohet, mirë, po ai se ka pranu. Ndërsa një artikull që e pash një pasazh, një pjesë, Imam Mukbili s'ka pranu gjak me marë prej çdo kujt. Ku di unë thot, po them unë tash, ku di unë çka ka hungur, çfarë ushqimi ka përdorur në gjakun e tij, në trupin e tij. E unë më mor gjakun e tij, me përzi gjakun tema, me harama, nuk ka pranu. Ja ka ndonë pa dashje, nuk e ka pranu trupi, thuhet. Se ka qenë sinqert me Allahun subhanahu wa taala. S'ka desh me përzi gjakun e vet me gjakun e një besimtari apo një gjakun e mëkatari apo ku di unë se normalisht ushqimi haram ndikon tek trupi. Qoftë tek gjaku se ushqimi normalisht ka më shku në gjak. Si qyshtet na nuk e dim, mirë po harami ndikon tek trupi. Udhëzimi pejgamberit alayhis salam për mjekimin nga morrat në kokë dhe për pastrimin e tyre. Në dy sahijet shënohet në Kab ibn Ujra ka thënë, njëherë kur po vuaja shumë nga morrat në kokë, më quante pejgamberi alayhis salam. Ndërkohë morrat më binin mbi fytyrë. Aq shumë kishte morra në trup, edhe më binin në fytyrë. Thot, ai më tha, nuk mendoja se po hiqe kaq shumë sa po të shoh. Sipas një transmetimi tjetër thot, e urdhroi Kabin çka me i rru flokt. Kjo ka qenë traditën, apo fëmijët si kanë pas morra ja kanë rru. Flokt edhe ka shpëtu. Sa s'ka ku me qëndru morri. Iki morri. Thot çfarë? Ta ruante kokën dhe të ushqente 6 persona. Sadaka. Edhe thot çfarë? Ose të bënte kurban një dele, ose të agjeronte 3 ditë, si kompenzim për ruajtjen e kokës gjatë kohës kur ishte në ihram në haxh, apo. Morrat shfaqen në kokë, thot, ose në trup për 2 arsye. Arsyeja e parë është e brendshme dhe e jashtme. Arsyeja e brendshme, thot, janë faktorët e jashtëm, janë substancat e papastërta që mund të bartë lëkura. Më thonë, zakonisht fëmijët shtrinë në për tokë, prekin flokët në për tokë, edhe normalisht i marrin gjërat e papastërta. Kur i marrin ato gjërat papastërta, bëhet fole e mikroorganizmave. Dhe pastaj tajohen, do të thonë ato ngjallen ato mikrobe. Për shembull, djersa vllazni si djers. A ka djersa? A ka s'ka? Shka bje mërmenja? Ha? Ha? E qysh? A ki pa njerëzit kur kanë djerës të era vjen? Zakonisht ka veç nëherë mund mësme pas. Pejgamberi se zamu kërë tjetër mesele. U kanë tjetër mesele. Aj mes. Ka apo nuk ka? Ha? A muni me gjithë me njeri që e ka njerë se në mjë afru të sqetla dhe bo qunë këtë që si vjejra? Po ka, që si dhe njera. Tipe. Qysh? Pse? Kajer, jo. Kush, Njërsa kajer. Do më thonë, nëse mërë që tu pak njërës dhe ja bënë kështu kajer, apo? Jo, s'ka. Jo, për s'kajer njërsa. Hajtë, për. Nëherë djerësit na nuk më vjen era, nëherë djerësit na edhe më vjen era. Po du më qitë në rrugë. Kur qes une, sot bukës, nërcjetla,
Qull bona nuk ka erë. Kur qes sot bukës, erë të vjen, do më thonë djersa merë erë. Qyshe komentoni jo këta? Se o da bukës. Le, shujta, që ku hinë të shte. Pedike ti. Ha, qyshe komentoni? Se da bukës i do të mikroba. Edhe jetë Porët, dalin prej porëve djersa. Qëta qëra, që bjo kallën se, veç pak. Momentin kur del djersa nuk ka erë. Djersa s'ka erë. Që kjo po thot që? Djersa nuk ka erë. Djersa është sebeb, është fole, shumë e mirë, është fole, atë dhe i tyre shumë i mirë, për mu formu mikrobet. Dhe mikrobi lëshon erë, jo djersa. A kuptu tash? Pse thashone, kur i qes sot bukës në rësqetullave, qull bona nuk vjen era. Sepse del djersa, është soda bukës, nuk e lejon soda bukës mikrobin. Mu zhvillu. Kur si qes sot bukës, atër mikrobi zhvillohet. Dhe mikrobi pas të lëshon erë. A për kuptoni tash? E qka bëjnë shqiptarë? Këtë bota i qesin dezodorancë. Aty i bjerë që dezodorancë e ka erën më të fort dhe e mund, jo që e hek erën e asaj, po e mund erën e saj. Edhe është të njerën edhe më të keqë. Varët tash, jo. Se është e rondë ajo. E rondë është aromë ma e rondë, jo që ja hek erën e saj, po i bje si kur ja hek. Por realisht e shton erën e vetë që e ka. Po mas mirë të është sot bukës, mi qitë. Mere dorën, lage dorën në sot bukës, përdori këtu edhe nuk ki erë të... A ki përdor? Po, nuk ki erë. Edhe mikroba nuk ka. E njëjta gjë është me faktorin e brendshëm. Kur ka djersitje fëmija apo dikush në, djersitje dhe e lom qatë djers, qajo djersitje e zhvillon mikrobin. Sepse është ambient, asisoj është ambienti që e bon të papastër. Lejnë për tokë të ushqimet. A të bon bubricat? Kur e ki pastër, nuk ka. A pëshiri qësh është thija Allah, subhanahu wa ta'ala, qësh i kalon këto gjërat kozmologjike, subhanallah. Në pastërtia, s'ka smundje. Pa pastërtia, rrjadhen smundjet. Edhe gjysë ma imanit normalisht. Ndërsa thot nga të brendshmet, thot janë substanca që trupi i nxjerr nëpërmjet lëkurës, të cilët më pas prishen për shkak të lagështisë në porët e lëkurës. Sepse formohen mikrobet, edhe formohen parazitet, edhe që aty formohen pastaj edhe morrat. Pastaj thot, pas kësaj zhvillon parazitet që ushqen me këto substancat prishura, shpesher morrat shfaqen pasi njeriu kalon ndonjë smundje, apo pasi thot në këtë rast neglizhohet me pastërtin, viktimat tipike të këtyra parazitëve janë fëmijët. Mas shumë janë fëmijët, se nuk mund është tankon të imja, se a i shtrijet në për tokë, senën e kre, edhe është normale që ndodhin këto sene. Kjo shpjegon se pejgamberi sa urdhëroi që djemtë e Xhaferit të ruanin thot kokën, apo të ruanin kokën, dhe thot kjo është metoda më e mirë kundër morrave, pasi në këtë mënyrë lëkura e kokës shfaqet në diell dhe mundson që vlagat e dëmshme të avullohen e të thahen. Dhe thot rrjedhimisht koka merr kurrën e nevojshme e cila e pengon shumimin e morrave, madje i vret ata. Mënyra më e mirë është mi rru. Po i rrujte, o kryj puna. Ruajtja e kokës mund të bëhet për 3 arsye. Një, si rrit fetar i ligjshëm, që bëhet numre edhe në haqa, po. Si një akt jo fetar dhe politeist. E bëjnë edhe mushrikët, apo jo besimtarët. Dhe e treta thot, si mënyrë kurimi. E para dhe e treta lejohet, e dyta nuk lejohet. Këtë varet e njëti, apo? Thot, lloji i parë kryhet gjatë haxhit umrës. Lloji i dytë bëhet për qëllime tjera përveç Allahut, sikur për shembull që e lëshojnë mjekrën që se rrujnë apo që se shkurtojnë e se prekin mjekrën kur i vdes dikush i afërm. Apo?
të na për vajtim e lëshon mikrën. A realisht duhet me lëshu për shkak të fesë. Si zishëm që bëjnë po. Si vajzishëm. Qashtu. Në të kaluarën thot, kur arabët të poshtronin robërit dhe skleverit e tyre, më pas u jepnin atyre lirin, thot fillimisht ata u arrunin kokat. A i keni pa për shembull që edhe të burgosmeve për mi nënshmu ja u rrujnë flokët. Disa për mi nënshmu, disa kishe mi pastru, apo ja u rrujnë flokët. Tek ne ka qenë një tradit që është marrë për kufarve me i rrujt flokët e femnave, e qikave që kanë bua më realitet. A është ashtu pasë Ismet? Nëse një qik ka bo zina, ja kanë rru flokët. Nuk pe dim, unë e di. Ja kanë ikë flokë krejt, flokët e gjata për shembull i ka pas qika, edhe para martesës ka bo zina, ja kanë rru flokët e kanë lënë në shpe. Në prezent unë e di. Po flasim para 20-30 vjetë. Kjo s'është prej feston, po është e marrë prej muslimanëve. Pastaj thot, do më thonë, në aspektin më vonë u shfaqen edhe disa mësuar sharlatanë të cilët kërkonin të jam vishnin vetës të drejtën e adhurimit dhe që synim kryesor kishin shërbimin ndaj bidatit dhe politeizmit. Këta gjorë dietar donin që nxënësit e tyre të kryenin akte adhurimi kushtuar atyre. Mi rru flokët e mi bo qëto senet krejt, dhe me thonë shkaku i tyre. Jo vetëm kaq, por këta sharlatant ishin i joshnin nxënësi që të zotohen në emër të tyre, në emër të shehlirëve të tyre. Namazi po ashtu është në akti më i lartë, këm dhe me thonë rukuja, sejda, gjitha këto gjëra për Allahun, ata i shtin nxënësit e tyre që mi ra sejde, apo edhe tek ne dini që s'ja kthen shehit shpinën, apo shpinën nuk ja kthen, gjitha këto gjëra ja atribojnë sheh, dhe më thonë që sheh është i pagabushëm në një aspekt, dhe këto janë gjitha bestytni dhe bidate që nuk lejohet. Ndërsa Tiranët ka zgjedhur qëndrimin në këmbë, anajetin kohën para personit, para kryetarit, para kohë dione, po ashtu edhe ndaj skulpturave, idhujve, gjitha këto gjëra këtë janë të ndaluara. Bile se unë i kum pa disa besimtarë për shembull, që kur të rrinë para përmendurëve, ku të shkaj ngjarje të ndryshme vjetore që kanë vdekje, kohë dione, atëherë kështu nuk ja bëjnë. Mirë po ja bëjnë veç kështu. E din që s'lejohet, po të që kjo s'lejohet? Ku t'ja bëjsh, Allah? Ku t'ja bëjsh? Përshëndetje, dhe. Edhe ajo përshëndetje është. Idhull ti të ja bo. As njeri bilu nuk është aty. Vetë jetu ja bo idhullin, fotografin jetu ja bo, edhe jetu ja bo kështu pja bo. Ku ti të ja bo? Ti e bon atje, unë e bëj qëtë në shpi pra. A i tjetër e bon atje, cilë është, ka është ajtësh. Më dhënë këto nuk lejon në islam dhe janë të ndaluara. Pejgamberi sa me ka ndaluar që këto vepra të kryen për dikë tjetër pos Allahut, bile rasti është i Muadh ibn Xhebelit që ka shkuar në Yemen apo pejgamberi sa e ka nxit e ka dërgu që mi thirr njerëzit ahlul kitab, do thoni thartë e librit që janë jo musliman, që gjëja parë që do të thrasesh është shahaditi, pas te ka thonë namazi e kujt, unë i ka pa ai të jura sejdë priftrinjve të tyre, xhamati i tyre atje jo musliman, edhe kur ka ardhur te pejgamberi sa mi ka rënë sejdë. Pejgamberi sa pe çal Muadhin me budavet, ai po kthehet pi bën sejdë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çao bën Muadh? Po thotë i pash ata ti je më i rëndësishëm, më i nalt se sa vlerë më të madhe ki se sa shehlirt. Se sa këta priftrinjit. Thot nuk lejohet, thot sikur ta kish leju Allah sejdën, po sa Allah kish me leju sejdë mira gradë burrave të vet, po se ka leju sejdën krijesës mira. Nuk lejohet. As ruku, as sejdë, as kështu më apo nuk lejohet në asnjë mënyrë. Për kulja lehtë që bëhet si përshëndetje konsiderohet një lloj si sejdë, thot sikur se kanë shpjeguar dietarët, pejgamberi sa gjithashtu e ka ndaluar qëndrimin në këmbë për dikë, sepse siç veprojnë jo muslimanët, sikur që jenë në namaz, ata gjithashtu betohen, zotohen, ruajnë kokën, bëjnë kurbane, tavafe, dashurojnë e friksohen dhe u binden të tjerëve, ashtu siç bëjnë për Allahun. Të gjitha këto janë vepra të idhujtarisë dhe dihet se Allahu i lartësuar gjithçka e fal, por jo idhujtarin. Vërtet dolem, thot Ibn Qayyim, pak nga tema për të cilën po flisnim, por kjo është e rëndësishme se tema në fjalë Allah jep mirësi dhe sukses atij që dëshiron, deri në takimin e radhës me udhëzimin e profetit për trajtimin e prekjes nga syri i keq. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.